Në ambientet e kuvendit komunal të Pejës vjen për lexuesin një takim i rrallë me shpirt poetik të autorit Idris Qelaj. Promovimi i 3 vëllimeve, Pikon deti, Dhimbje në aktin e parë dhe Rreze drite në Rugov. Nuk është thjesht një ngjarje letrare, por një udhëtim i thellë në botën e ndjenjave, kujtimeve dhe reflektimeve njerëzore. Këto vepra sjellin para lexuesve një univers poetik të pasur, kur fjala rrjedh si ndjenjë, kur dhimbja merr zë dhe kur shpresa ndriçon si një rreze e butë mbi shpirtin e secilit. Është një ftesë për t'u ndjerë, për të reflektuar dhe për t'u lidhur me atë që shpesh mbetet e pathënë. I pari që mori fjalën ishte poeti Agim Desku. Ai theksoi se veprimtaria e poetit dhe artistit Idris Qelaj është një dëshmi e fortë e përkushtimit dhe kontributit të dhënë gjatë okupimit serb në Kosovë. Ai kujtoi bashkëpunimin e tyre ndër vite dhe shtoi se kësaj radhe i është besuar nderi për të shkruar këto vëllime. Veprimtari dhe poeti artisti Idris Qelaj është një figurë që ka dhënë shumë gjatë okupimit në Kosovë. Kemi punuar së bashku me shumë veprimtarë tjerë, me shumë poet, shumë artist, shumë dramaturg, shumë regjisor e tjerë. Kësaj radhe mu ka besu shkrimi për 3 vëllimet e tia poetike. Ka libra që lexohen dhe harrohen me kalimin e kohës, por ka dhe libra që mbeten gjallë në shpirtin e lexuesit, sepse janë shkruar me dhembje, me dashuri dhe me të vërtetën e jetës. Të tilla janë edhe 3 vëllimet poetike të poetit Idris Qelaj. Pikon deti dhembje, në aktin e parë dhe Rreze drite në Rugov, të cilat përfaqësojnë 3 dimensionet e rëndësishme të botës së tij krijuese: dhembjen njerëzore, reflektimin filozofik mbi jetën dhe dashurinë e pafund për vendlindjen. Këto 3 vepra janë të lidhura mes veti si një rrjedhoj shpirtërore që buron nga kujtesa, përjetimi dhe ndershmëria poetike. Në këto gjejmë njeriun që ka jetuar me plagët e kohës, me mallin për vendin dhe besimin se fjala poetike mund ta mbrojë shpirtin nga harresa. Promovimi këtyre 3 vëllimeve nuk është vetëm një ngjarje letrare, është një takim me shpirtin krijues të autorit dhe me universin e tij poetik, ku fjala merr frymë, dhembja bëhet art dhe kujtesa shndrohet në dritë. Pikon deti dhembje, që në titullin e këtij libri ndihet një peshë emocionale dhe simbolike. Deti zakonisht i lidhur me pafundësinë dhe qetësinë tek Idris Qelaj shndrohet në metaforë të dhembjes njerëzore. Ai pikon dhembje sikur vetë natyra të kishte marrë mbi vete lotët, plagët dhe heshtjen e njeriut. Ky vëllim është ndërtuar mbi përjetimet të thella shpirtërore. Në shumë poezi ndihet një mall i pashuar për kohët, njerëzit dhe kujtimet që kanë mbetur pezull në shpirtin e poetit. Ai nuk ka shkruar për të zbukuruar dhembjen, por për ta dëshmuar atë si pjesë të jetës njerëzore. Në këtë libër dhembja nuk paraqitet si dobësi, përkundrazi ajo bëhet forcë poetike dhe dëshmi e ndjeshmërisë njerëzore. Poezit bartin zërin e njeriut që ka parë shumë, që ka humbur, që ka dashur dhe që ende vazhdon të besoj e drita. Barqet e Idris Qelajt
ka një rrjedhshmëri të natyrshme dhe një ndeshmëri të thellë lirike. Ai arrin të komunikojë me lexuesin pa zhurmë, pa retorik të tepër, por me një sinqeritet që prek zemrën. Në këtë vepër gjenden motive të shumta si kujtesa kohës, malli për njerëzit, dhëmbja kolektive, heshtja shpirtërore, dashuria dhe humbja, si dhe përballja e njeriut me vetmin. Shpesh duke ditë sikur poeti bisedon me hijen e kujtimeve, me kohën që ikën dhe me plagët që nuk mbyllen kur plotësisht. Ky libër është një dëshmi se poezia lind pikërisht aty ku shpirti nuk mund të hesht më. Më pas fjala ju dha poetit dhe profesorit Rizat Dreshaj, i cili u shpreh se Idris Qelaj është një burr i rrugovës, që ka bërë një përfaqësim dinjitoz të kulturës sonë në mërgatën shqiptare e veçanërisht në Amerikë, duke e përshkruar atë si një rrugëtim sa të dhimbshëm aq dhe krenar. Mirdita dhe mirë se keni ardhur në këtë ngjarje të rëndësishme të kulturës sonë, mirë po edhe të kulturës që vjen nga Amerika e largët përtej oqeaneve, ku në mesin tonë e kemi të pranishëm si gjithë një me vargje, mirë po kësaj radhe me veprat poetike që pothuaj se janë 3 simbole apo 3 kullat të Qel Shabanit në Rrugovë, por edhe në Dugaqe. E përgëzojmë autorin për këto vepra, por edhe për të tjerë të cilat autori i ka sjellë për para lexuesve shqiptar. Idris Binak Qelaj është burr rrugove, është burr Dugaqini, mirë po edhe një përfaqësim shumë i mirë në kulturën e mërgatës tonë tepër të dhimbshme që është Amerika dhe Evropa mbar. E kom përmbledh me një fjalë që them guri pëshon rend kur është në vend të vet. Kështu që edhe sot Idris Binak Qelaj po pëshon shumë rend ku neve na ka bashkuar rreth fjalës poetike dhe për 3 veprat e tija që janë kulla në stankaj të Rrugovës, por edhe në Dugaqin po e përsëris prapë. Me karahise që me pak fjalë apo shkurtazi, nga se vetë hapësira nuk na ka leju, kështu që e kom zgjedh një libër që ka një peshë, po them, letrare e kulturore që ka të duash. Me shumë kënaqësi e mora këtë vepër dhe me një pasion poetik, që po ne sill vetë autorin me frymëzimin poetik mërgjimtarësh, e po na e ushqen dhe po ne shëron shpirtin po me këto vargje të bukura poetike e përkushtueshme sa më s'ka. Idris Qelaj me prurit e tija dhe të tjerëve poet mërgjimtarësh na pasurojnë shpirtin me plot mall mërgjimi. Libri Rrezi Dilli në Rrugovë, përmbledhje poetike e autorit, tashmë të njohur për lexuesit shqiptar si në Kosovë, në Shqipëri dhe fatmirësisht edhe në Trojë shqiptare, ku do janë njëkohësisht edhe në mërgatën shqiptare, po se po, nga se autori në fjalë Idris Binak Qelaj edhe jeton përtej oqeaneve, pra në Amerikën e largët. Vepra me titull shumë simbolik, Rrezi Dilli në Rrugovë, vepër poetikës sikur është mishëruar gjithnjë me diellin që shkrep rrezet e arta më shumë se çdo kund, e mendon kështu autori, pra në Rrugovë. Vepra në fjalë ka mbi 50 e sa poezi, të gjitha të një fryme të lartë poetike dhe letrare. Poezi të realizuara mjeshtrisht mirë nga autori, poezi të cilat po edhe kanë një përmbajtje dhe mesazh të qartë shpirtëror, nga se të gjitha këto poezi kanë një burim shpirtri nga vetë poeti Idris Qelaj. Edhe pse janë berë vështrime letrare dhe nga studios tjerë, unë pata fatin dhe po ndihem tepër mirë që mu dha rasti të lexoj dhe të shfletoj shkurtazi këtë vepër si Rrezi Dilli mbi Rrugovë. Mu dha me u duk si një e drejtë morale njerëzore të bëjmë një kënd vështrim letrar për këtë vepër poetike me shumë vlerë. Idris Qelaj, nuk e them për të keq, por na është bërë një poet i rebeluar pas të bukurës në art dhe në jetë, por me një emision të njeriu të urtë dhe shumë të sinqertë. Din të rebelohet edhe përtej oqeanit, ku bën jetë mërgjimtarit me të gjitha të mirët
dhe të vështirët, por them kështu nga se po ka edhe plak të renda mërgjimtarësh. Temat e cilët i trajton poeti Idris Çelaj, ai i stilizon me shumë dashuri, është një pasionant i kohës dhe i botës poetike. Ka subjekt lirik në poezitë e veta dhe gjithnjë flet me lexues me anë të vargjeve poetike, pa u lodhur fare, por si një ligjërim biblik, a bilbili larg vendindjes, por deviz kryesore, ka si shumë shqiptar adheun, edhe në ëndra fle me adheun, edhe me rrugovën e tij të dashur fle Idris Çelaj. Profesor Dr. Valdet Hysenaj vlerësoi se përmbajtja këtyre veprave shquhet për karakterin e tyre edukativ, psikologjik, pedagogjik dhe social, duke i dhënë poezisë një dimension të thellë dhe të dobishëm për shoqërinë. Platoni thot se letërsia është arti pasqyrimit, ndërsa nga përmbajtja duhet të jetë moralizuese. Prandaj poezia si disiplinë shpirtit, edhe pse nuk ka shpirt, veprat poetike të Idris Çelajt kanë frymë poetike me bollek. Librat janë të mbushur me larushi vargjesh dhe me kontraste që janë shumë të koordinuara dhe të dukshme. Zaten kjo është një nga veçoritë kryesore të këtij koleksioni poezish, me tipar dominues dedikimin, kushtuar familjareve dhe personaliteteve me peshë kombëtare, letrare, historike e të tjera, demonstratave të fuqishme të vitit 1981, aktorit tashme të ndjerë e Mentor Dervishaj, trungut familjar që nga Qel Shabani, Haxhi Qela, Zhuk Haxhia, Shaban Binak e Qerim Zhuka, Bekër Gjepi, e deri të avokati i përjetësisë Bajram Kelmendi. Poezitë, si që dini, janë të ndryshme, të mira dhe të këqija, me zë të lartë dhe me zë të qetë, gjithë përfshirëse dhe të përmbajtura, dhe së fundi të pavarura dhe epigone. Poezia e Idris Çelajt është kryesisht me një tingull shumë të pavarur. Ai nuk shpik, por shkruan për atë që ndjen brenda shpirtit tij. Çfarë sheh, çfarë dëgjon, çfarë ndjen, çfarë përjeton. Pas bjeshve të namuna, vallë ishin të namun. Pse më pakzuan Idris Çelaj? S'di pse se mora vendlinën me veti. Po të gjykojmë nga të njëjtat rreshta, mund të themi se autori ka një dhunti lirike. Për çfarë do që ai shkruan, poezitë e tij janë të mbushura me një ndjesi të hollë poetike. Përmbajtja e këtyre veprave poetike shquhet për karakterin edukativ, psikologjik, pedagogjik, social, epistemologjik, aksiologjik e mbi të gjitha në rrafshin dhe në tabanin kombëtar. Jo rastisht, në poezinë kushtuar bijes, rrimës, kujton tragjikën e jetës, tragjikën e vdekjes, përmes metaforës, për të kuptuar se ishte koha e pamjaftueshme për të ndjerë në tërësi me të mbushur me mirëqenie dhe me dashuri, duke i dhënë vetes izolim shpirtëror dhe izolim psikologjik. Pse më jetë kështu më dënove? Tokë çfarë më bëre? Rinën mamore, duke lënë njëkohësisht të lidhur në mënyrë asociative me poezinë tjetër sonte, ku përmes performancës e përkryer simbolike e metaforike shfaq dhimbjen për vajzën. Sonte të dua si asnjëherë më parë rina. Poeti Çelaj shpesh paraqet rezultatet e vëzhgimeve të natyrës njerëzore dhe të natyrës së vendit ku duhet të lëviz çdo ditë. Ai është mbi të gjitha një vëzhgues, ai që shem dhe ndjen si botën ashtu edhe të tjerë. Thellësisht mezi të kapshme, të arritshme dhe i brumos me petkun letrar dhe me petkun poetik. Që po shkurtoj pak ndoshta. E përbashkëta për gjitha vjeshat mendojmë se është një gamë ngushtë tematike, intimiteti të vazhdueshëm me opsione rimimi, rim të qartë dhe të pavarur, numër të caktuar rrokjesh në linjat e rimimit, përputhje të theksit ritmik me fjalorin, rënd kronologjik dhe logjik,
gjuhë e pastër poetike, figura retorike e stilistike, dojmë veçojnë dy substruktura, sintaksen edhe semiotiken. Autori nuk heziton të përdor stilizimin, duke përdorur ndonjë fjalë që bie jashtë kthesave të folurit, karakteristik për stilin të cilin e përdor në veprën e tij. Nuk mungojnë mjetet stilistike që e mendojmë madje si një tregues të përcaktimit në raportin lexues-libër, po ashtu kemi vënë re se autori ka shijet e veta për përgatitjen e duhur profesionale, për lëmin e trajtuar nga këndi konotativ dhe denotativ, konotacion dhe denotacion. Mendojmë se këto përmbledhje poetike janë të shkruara mirë dhe me kompetencë, kanë radhitje kronologjike, u përshtaten lexuesve, kanë ndërtim të veçantë dhe kanë një karakter artistik. Dhe, fare në fund, them se nuk ka vite që mund të ndalojnë një Orfeus të kërkoj euridikën e tij, ashtu si nuk ka vite që mund të ndalojnë poezitë e Idris Qelet të rrjedhin, të vargëzojnë. Faleminderit. Dhe më pas nisi emocioni i veçantë nga interpretimet të ndryshme të poetëve dhe pjesëmarrësve, ku vargjet e para nga libri i poetit u interpretuan me ndjenjë të veçantë nga profesoresha dhe poetja Arbresha Kelmendi Draga, e cila solli një emocion dhe finesë artistike në sallë. Frym rrugove. Unë dhe rrugova ime ëndrat i kemi të përbashkëta. Fjalët gjithashtu s'kan ndalim. Luftetar ishim dje dhe sot. Nesër do të mbjellim faren e paqes. E besoj edhe luftetar të së ardhmes. Ka shpresë rrugova ime për mua. Gjithashtu edhe unë ma shumë për të. Të dytë jemi në moshën ma të mirë. E kemi dëshirën për të ardhmen. Nga unë vargje më të mira për fëmijët tonë, të dytë dua të rritemi së bashku. Duam të krijojmë histori të re njerëzimi pa dhunë dhe urrejtje. E duam lumturinë e çdo zemre adhëtare. Te kristalta i kemi dashurit. Dëshirat tona i kanë vetëm hynit. E janë i mërgjimtar nga do që jeni. Qyteti im është edhe qyteti yt. Nëse doni ardhmërinë e sigurt, të më thuash se jetoj në liri. Nuk ndalohen kujtimet për brezat që shkuan. Faleminderit. Atmosferës i dha ngrohtësi të veçantë dhe aktori Halil Tetaj me interpretimin e tij artistik të vargjeve duke i dhënë shpirt fjalës poetike. Ju që ka jemi këtu poet, vargimi juj më së ndaloft kur, të drejtësera e kurime, suksese. Poezi nga autori, simfoni e pritjes, Beethoven, ku i unë jam në simfonin tënde e me vargun e rrugoves jetoj, marë frim të lirë, pi ujtë e burrave shkelion, botës të them, ja ku jam emrave ju falë ngrëtësi dhije. Faleminderit. Një moment i bukur ishte dhe interpretimi i nxënëses së gjimnazit Bedri Pejani në Pej, Doarsa Hisenaj, e cila recitoi vargje nga Aromë lirie duke sjellë freski dhe emocion rinor. Aromë lirie. Sonte, imagjinata ime më përcjell deri në aromën e luleve. Pastaj qëndron pranë librit. Një rrugtim që bëra me vite. Nga rrugova në Amerikë, jashtë fletova faqet historisë. Këtu gjej shumë trimat lirisë. Qel Shabani e Zhuk Haxhin, doktor e profesor. Këtu më flet edhe avokati Bajram Kelmendi.
që i dha liris edhe dy djem e vetën. Edhe qakorit ja di historin, libri im. Luftëtarët që ranë për të mos vdekur kur. E qakori valë, ku mbet në liri? Poeti Idris Qelaj shprehu mirënjohje të tij të thellë për të gjithë pjesëmarrësit, duke u thënë se prania atyre nuk ishte vetëm nder për të. Ishte një dëshmi e respektit dhe vlerësimit për krijimtarinë e tij. Përshëndetje për të gjithë. Të nderuar miq të librit, kolegë dashamirë të artit letrar. Me lejoni të shpreh mirënjohjen time të thellë për praninë tuaj të promovimit e librave të vëllimeve poetike. Prania juaj nuk është vetëm nder për mua, por edhe dëshmi e respekt që i kushtohen fjalës së shkruar dhe vlerave kulturore. Falenderoj organizatorët, recenzentët, moderatorët, TV Fontana dhe të gjithë që kontribuan në realizimin e kësaj ngjarje. Mbështetja juaj e bën me këmbgulje rrugtimin krijues dhe të jetë dialogu të përhershëm ndërmjet meje si autor veprës dhe ju si lexues. Ju falenderoj shumë. Ju jam shumë i mirë. Me pas u bën ndarja e mirënjohjeve për personalitete, bashkëpunëtor dhe kontributdhënës të veçantë, ku kryesuesi Recep Kurbuga i ndau mirënjohje për autorin Idris Qelaj. Dhe më pas mirënjohjet vazhduan dhe për poetin, profesorin Rizad Dreshaj. Mirënjohje ju nda dhe poetit Agim Desko, po ashtu dhe për profesoreshën dhe poetën Arbresha Kelmendi Draga, për Bedri Morinën i cili kishte ardhur nga Klina, për Bajram Kelmendin, si dhe avokatin Nazmi i Bërdemaj, për aktorin Halil Tetaj, po ashtu dhe për radio-televizionin e Fontanës me drejtorin Zeqir Mehmetaj. Për Avni Memia nga Tropoja, si dhe për nxënësen Doar Sahisenaj. Promovimi u mbyll me emocion, mirënjohje dhe ndjesi të thellë se fjala poetike vazhdon të jetoj dhe të bashkoj zemra.